ushtria jonë çdo ditë po forcohet, ushtria jonë çdo ditë po bëhet më operacionale, më ndërvepruese dhe më profesionale, edhe natyrisht që në radhët e ushtrisë sonë çdo ditë po shtohen edhe djem e vajzat të tjerë të cilët dojnë të shërbejnë atheut. Jemi jashtëzakonisht krenar me punën e tyre, ata janë garanca më e fuqishme së bashku me Policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera të sigurisë për sovranitetin tonë, për integritetin tonë territorial, për mbrojtjen e shtetësisë sonë dhe për mbrojtjen e çdo qytetari të Republikës së Kosovës. FSK-ja mbetet institucioni më i besueshëm në vend dhe kjo për shkak një pune të shkëlqyeshme dhe për kushtimit të tyre për sigurinë e vendit tonë dhe gjithashtu një përkushtim i ndërsjellët i shtetit të Kosovës që ka bërë në rekrutimin e mbi 2000 ushtarëve, por edhe investime mbi 400 milion euro vetëm në pajisje. Është ditë e lumtur e gëzuar për të gjithë neve, për shkak se me forcën e sigurisë të Kosovës, me këtë ushtri të pajisur kaq mirë dhe gjithnjë e më shumë, brezat e ri do të jenë të sigurt të jetojnë në paqe, të zhvillohen dhe të lullëzojnë. Mbi 430 milion euro është investimi në armatim dhe në pajisje në këto 4 vitet e fundit. Më përpara, ushtria jonë ka pasur veç automatik të llojit Heckler Koch dhe revolje, që do të thotë se ka qenë më pak e pajisur edhe se vetë policia e Kosovës. Ndërkaq tani është e pajisur me teknologji moderne dhe kjo sa vije shtohet, me qenë se tashmë kemi më shumë se 2 fishim të çizmeve në tokë të ushtarëve tanë, por gjithashtu të syve në qiell, për shkak se e kemi pajisur ushtrinë me drona Skydagger dhe TB2 Bayraktar nga Turqia, Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e do ta kemi së shpejti edhe fabrikën e municionit si dhe të prodhimit të dronave made in Kosova.